I nderuam kryetar, të nderuam koleg deputet. Kam dëshirë me nisë këtë paraqitjen time të parë në këtë kuvend me një histori të vogël e të vërtet, ashtu siç janë tana historitë që ma vonë bëhen të mëdha. Na të lindun e tritun në Shkodër, veçanërisht në Dukagjin, kena një anekdotë. I thoni një herë një burri, zot shtëpie babë të fëmish. Çaj ke thanë more burr këtyne fëmijëve që kanë dalë kaq të mirë? E ai buzëqeshte e xhexhej, asgjë. Si more, asgjë. Ai përsëri heshte. Asgjë pra vazhdonte ai. Dhe me të vërtetë ai nuk I kishte thënë asgjë sepse kishte mjaftu për me vepru. Dhe ai kishte veprue. Kaq ke e gjithë historia. Veprosh do me thanë t'jesh shembulli më I mirë, në mënyrë të natyrshme, pa poza e pa sforcime. Unë jam këtë kuvend të nderuam për me u mundu e me realizu me vete dhe jo vetëm atë motën e famshme evropiane dhe perëndimore që thot, mendo globalisht e vepro lokalisht. Kësaj jam e ndërgjeshme se sfida më e madhe se cilit prej nesh, është plotësimi dhe kurorëzimi I asaj kontrate të pashkrume që u artikulu me njëherë pas viteve 90, një dekadë para se të lindja on, e që ka të bëjë me integrimin e Shqipënisë në Bashkimin Evropian. Zona që unë përfatsoj, veçanërisht Dukagjini, ka shumë mungesa dhe nevoja, dhe për shkak të terrenit izolimit që ka, po dhe për shkak të harresës historike të tana sistemeve dhe qeverive që kanë pas ka shi kësaj zone dhe kësaj treve. Para 2 vitesh me mbështetjen e qeverisë dhe të bashkisë, u fillu rruga Dukagjinit, me shumë problematikave që ka has kjo rrugë, por që ka pas një impakt dhe një rritje të jashtëzakonshme të interesit të vetë komunitetit, që ka kallëzon se kjo zonë ka një të ardhme të jashtëzakonshme përpara. Në këtë moment punimesh në jena, jam e lumtun që mbështetja e kryeministrit nuk mungon ndaj kësaj zone dhe kësaj rruge, çka do e çojë këtë rrugë në një tjetër nivel, rrugën e Dukagjinit drejt asfaltimit dhe kushteve bashkohore me mbështetjen e qeverisë dhe të kryeministrit Rama, duke I dhënë jetë 3 njësive administrative që mbulon kjo rrugë, Shal, Shosh dhe Polt. Po për me shku një hap matej dhe për me I dhanë Alpeve frymën që ato meritojnë, po me mbështetjen e kryeministrit Rama, së shpejti do të fillojmë rrugën Shal-Tropoj, për me I dhanë Alpeve dhe për me I bashkua të bashkë dhe me I dhanë vëmendjen që meritojnë, sepse asnjë zonë më mirë nuk mundet me zhvillu një turizëm identitar, të vërtet dhe tradicional si kjo zonë. Si përfaqësuese atyne zonave, ndjej detyrën morale dhe politike të them 2 fjalë dhe për çështjen e thethit. Si malsore dhe si përmarrëse në turizëm, ndaj dhimbjen dhe ndjej dhimbjen për humbjen e tanat I mundit dhe djersës tyne, ku ata qëllimin e kanë pas të zhvillojnë dhe të jetojnë në zonën e tyne. Si deputete e shoh dhe jam e bindun se ajo që do të vijë është më mirë se ajo që ka shku. Me projekt të qartë, vizion dhe mbrojtje të pasunive tona natyrore dhe kulturore dhe historike. Du me mbyll këtë fjalim temin të parë në këtë kuvend, tu I falenderu të tanë banorë të qarkut Shkodër, për votimin dhe mbështetjen e pakursyme. Ashtë nder dhe krenari për mu që të përfaqësoj Shkodrën, avangardën e mendimit qytetar, kulturës dhe historisë shqiptare. Faleminderit.